Pas 18 vjet studimesh, Gac Filipaj është diplomuar nga ky universiteti i njohur i Amerikës. Tani është radha e kolegëve të punës, ekipi të pastrim mirëmbajtjes në universitet të festojë për njeriun e tyre. Kanë ardhur thuajse të gjithë, dhe ushqimi është i mirë. Gaci gëzon këtu një respekt të madh, respektohet si njeri i punës. Dikush i dhuron një bluzë, një tjetër një kapele. Boka Mega është njëri nga përgjegjësit. We had one small disagreement, and the guy made a joke and went down to security. Oh my God, you made it! She is also another of the supervisors whom I would like to have as my boss. Oh my God! All my life. Actually, I prefer her. He did a great job, and we're very proud of him. Ka qenë shumë e vështirë, edhe është shumë e vështirë, që për një person të punoj full time, dhe më thënë të punoj 8 orë në ditë, të duhet të ulltoj 1 orë e në gjysëm për të ardhur tek puna, edhe 1 orë e gjysëm për të kthyer në shtëpi ku jeton, ku banon, dhe më thënë të hupin diku rreth 14 orë çdo ditë vetëm për me mrrit të puna dhe për me punu. Dhe me thënë, vështirësia ma e madhe është se një, lodhet të puna, e dyta, nuk ka kohë të mjaftueshme për me pushu edhe për me studiu. Kjo ishte arsyeja që Gacit ju deshën 12 vjet për të kryer studimet universitare. Gaci studioi për gjuhë klasike, greqishten e vjetër dhe latinishten. Disa njerëz të lashtësisë ati i kanë lënë përshtypje të thellë gjatë studimeve në Kolumbia. Si mendimtar, si një njeri që shpreh ideja më të thella edhe më të nevojshme për njerëzit, si në atë kohë, ashtu edhe në kohën tonë, padyshim për mua është Seneca, filozofi Romak Seneca, edhe nëse kam shans të vazhdoj studimet më gjatë, prioritet për mua do të ketë filozofia e Senecës dhe vetë Seneca. Ky njeri që e ka me kaq pasion studimin e filozofëve të lashtë, nuk e ka për turp të pastroj banjat, madje i quan këtë për nder. Nuk është marrë me punu çfarë do punet, përderisa është punë e nershme, e përderisa njeriu e fiton lekun, kishim me thonë atje në ne, e këto e fiton dollarin, edhe e fiton jetesën e vet me djerc e me faqe të bardhë. Gac Filipaj është nga Klezna e poshtme e rrethit të Ulqinit në Maltëzi. Jam krenar që jam shqiptar. Nuk vjen marrë me pohu se jam prej Ballkanit, prej Jugosllavisë dikurshme, tash Malizi, për ka gjaku edhe për ka kultura, për ka gjuha, jam shqiptar. Gac Filipaj. Gaci thot se reflekton shpesh për vëmendjen që po i kushtojnë atij mediat amerikane. Çka më merr mendja mua, ata duket se e vlerësojnë situatën time, të i kenë se jam një njeri që ka imigru në Shtetet e Bashkuara, ka ikë pej luftet, ka ardhur këtu, edhe nuk e merr si punë poshtë me shinqe nefet, e me shku në shkollë, edhe të i kenë se shumë studentë tjerë nuk kanë nevojë me punu as pak, por vetëm koncentrohen në studime edhe nuk ja arrin me kry, besoj që kja gjë i impresionon. Ekipi i ka bërë Gacit një dhuratë. Janë 2 zarfa. I pari ka vetëm $1, por shumë urime të shkruara nga secili në kartolinë. Okay. Zarfi i dytë është plot me para. For about at least 10-15 days for my grandpa. Thank you. Për ata që menojnë se kanë mërrinjë diçka, se kanë unaza arit dhe rallike arit rreth qafet, dhe se kanë makinat shtrejta të mira, për ata mundem me thonë një thonje që e ka përmenë Seneca qysh 2000 vjetë përpara, se freni i arit ose shala e arit nuk e bën kalin kur një fije më të mirë, por e bën kvalitetet e kalit. Për zërin e Amerikës, Iliri Konomi, New York.